që të majtet të djathtë, të ri e të reja, të moshuar u bën gjithë. Ruajtja e këtij identiteti dhe zhvillimi i vërtetshëm i komunitetit kërkon angazhimin e çdo qytetari. Pikërisht mbi këtë bindje lindi Aleanca Qytetare për mbrojtjen e Prenjasit, një platformë qytetare informale, e pavarur, jo partijake dhe vullnetare, që bashkon qytetarët për një qëllim të përbashkët, mbrojtjen e interesit publik dhe zhvillimin e bashkisë Prenjas. Ajo është krijuar për Prenjasin, ajo nuk ndan njerëzit sipas bindjeve politike, fesë, profesionit apo gjendjes ekonomike. Ajo i bashkon ata rreth një qëllimi të vetëm, shërbimin ndaj komunitetit. Ne, qytetarët e Bashkisë Prenjas, përmes peticionit të bashkëlidhur, kërkojmë që çdo vendimarrje që prek Bashkinë Prenjas të merret vetëm pas një procesi transparent dhe në përputhje me ligjin. Kërkojmë: 1. Pezullimin e procedurës së shqyrtimit të draftit deri në përfundimin e procesit të plot konsultimi publik, zhvillimin e dëgjese publike në Prenjas, publikimin e dokumentacionit dhe analizave që mbështesin propozimin, shqyrtimin e peticionit dhe argumenteve të komunitetit përpara çdo vendimi përfundimtar. Nëse kuadri ligjor e lejon për këtë proces, të merret në konsiderat zhvillimi i një referendumi vendor ose një formë tjetër të drejtë për drejtë konsultimi me qytetarët. I drejtohem si një qytetar i lindur këtu në Prenjas, që i dhimbset vendi i tij, i dhimbset identiteti i tij, i dhimbset historia e tij. Prania e juaj këtu është një përgjigje shumë e fortë për të gjithë ata që mendojnë të marrin vendime pa pyetur komunitetin. Për diçka jam i sigurt, të gjithë ju që keni ardhur këtu, besoni fort se Prenjasi do qëndrojë dhe Prenjasi ka për të qëndruar. Ne të gjithë kemi dhënë fjalën dhe besën që Prenjasi do jetë bashkim vete. Është i pari miting që nuk ka as deputet, as profesus, kryetar bashkish, apo kërkush. Shumë mirë, bravo. Është një sukses dhe një arritje kjo. Një emancipim, një kulturë, një edukat që të tregojmë shqiptarëve. Kam lindur këtu në Prenjas. Po jam 4 breza. Gjysh, çdo gjysh, bab edhe unë sot. Jemi 4. Tash Prenjasi, po të shënjë brasht, sipas vendimit të atyre që janë atje. Le t'i vënë një parë rrota, ta marrë Prenjasin komplet, ta shënjë brasht. Se Prenjasi nuk lëviz nga vendi. I të qytetit që është është qytet minatorësh. Kështu që Prenjasi këtu nga vendi nuk lëviz. Po e mori me ushinjet, ta të regjë zvarë me kava, ta qënë një brashtë.